Avokati Adriana Kalaja u paraqit këtë të mërkurë në ambientin të prokurorisë së posaçme ku dorëzoi atë që e cilësoi si prova të reja që vërtetojnë dënimin penal për falsifikim dokumentash dhe dëbimin në 2 raste nga Greqia të gjyqtares së posaçme Irena Gjoka. Pas depozitimit të dokumenteve, Kalaja doli në një deklaratë për media duke akuzuar gjyqtaren për shkelje të rënda ligjore dhe penale. Është konfirmuar jo vetëm dënimi penal i shtetases Irena me 3 mbiemra në autoritetet greke, jo vetëm që ky dënim i formës prerë ka shkuar për ekzekutim ke prokurori i posaçëm në shtetin grek, por nga ana tjetër kemi konfirmimin se shtetësja Irena me 3 mbiemra, fatkeqësisht gjyqtare në një nga gjykatat më të rëndësishme në vend, nuk ka deklaruar as dhe dëbimin 2 herë nga shteti grek, atë të vitit 2002 dhe atë të vitit 2003, dhe siç jeni vënë në dije ju si media, është një prokur ku është e qartë se si vet Irena me 3 mbiemra autorizon një avokat grek që të merret me heqjen e 2 ekspulseve apo 2 dëbimeve nga shteti grek. Kalaja theksoi se dokumentet autentike të dënimit dhe dëbimit ndodhen dhe pranë Këshillit të Lartë gjyqësor, ndërsa fshehja e tyre përbën vepra penale të ndëshkueshme nga ligji. Ky është një fakt penal i dënueshëm dhe i ndëshkueshëm, ashtu si kundër kanë qenë dhe rastet precedente, qoftë të gjyqtarit Admir Thanca, qoftë dhe 2 antarëve të Komisionit Pavarur të Apelimit, që janë Luan Daci dhe Ardian Hajdari. Në përfundim, avokatja e kërkoi Këshillit të Lartë gjyqësor që të ndërmarrë masa të menjëhershme administrative ndaj gjyqtares Irena Gjoka, duke nisur me pezullimin nga detyra dhe duke vijuar me shkarkimin e saj përfundimtar.